ofrohet për qira një superkompleks turistik në Peshek, një nga pikat më të njohura dhe më të frekuentuara turistike të Elbasanit, vetëm 6 kilometra larg qytetit. Një zonë e njohur për ujin e saj të pastër, të ftohtë dhe të rrjedhshëm, që krijon një ambient të freskët dhe relaksues gjatë gjithë vitit. Kompleksi shtrihet në një sipërfaqe totale prej 5000 m2, duke ofruar hapësira të shumta për aktivitete dhe zhvillim turistik. Brenda tij ndodhen 3 pishina funksionale me sipërfaqe totale rreth 1100 m2, ku 2 janë për të rritur dhe 1 për fëmijë, si dhe një fushë kalçetoje me dhoma zhveshje. Prona gjithashtu përfshin hapësira të gjelbërta të mbjella me pemë dekorative, ambiente të shlodhëse dhe hapësirë parkimi për vizitorët. Në kompleks ndodhet edhe një godinë 3 katëshe me bodrum, ku kati i parë funksionon si restorant, ndërsa 2 katet e sipërme janë projektuar për dhoma hoteli, duke krijuar potencial për zhvillimin e një strukture akomoduese turistike. Qendra e kompleksit është një verandë relaksuese me tavolina, ku ndodhet edhe rezervuari i ujit të Peshekut me një shatërvan në mes. Një ambient unik që krijon atmosferë shumë të veçantë dhe është gjithashtu i përshtatshëm për rritjen e troftës, duke bërë këtë vend edhe më tërheqës për vizitorët. Kompleksi furnizohet me ujë në rrallë dhe të freskët të Peshekut, si dhe disponon pus uji duke garantuar burim të vazhdueshëm uji për pishinat dhe ambientet e tjera. Prona ka nevojë për rikonstruksion dhe investim, duke krijuar një mundësi shumë të mirë për investitorët që duan ta kthejnë në një resort modern, të përshtatshëm për turizëm, evente dhe aktivitete të tjera familjare. Për çmimin dhe kushtet e qiras, mund të arrihet një marrëveshje fleksibël, duke marrë në konsiderat investimin e investitorit dhe mundësinë e konvertimit të tij në periudhë përdorimi pa qira.